Shqipëria apo shqiptarët gjithmonë i kanë mbartur vetë mbi supet le të themi të gjithë bara. Le të themi rastin e uljes që bëri shteti në aksis, ishte në rreth 20% që bie diku ke 5 lekë, ndërkohë që nafta u rit me 13 lekë. Pra është një ulje e papërfillshme fare, pa marrë llogarinë ose pjesën tjetër që ne e prodhojmë vetë naftën, ndërkohë që mund të hapur makineri për pastruar naftën e tij, ndërkohë që ne prodhojmë, nxjerrim jashtë, pra kemi një përparësi nga vendet e tjera që ne prodhojmë, ose më saktë nxjerrim vetë, mund ta pastrojmë, ta hapim vende pune, ta shesim po brenda, ndërkohë që ne të bëjmë të kundërtën që të vijë akoma më shtrenjtë, vetëm nxjerrim makineri që kishim siç e dim, i kemi prishur, domethënë vit kompanitë të mëdha, kështu që kjo është dyfish dëm, domethënë, përveç se shteti nuk kompenson, por edhe nuk e merr përsipër strukturën që duhet bëj që pak të mos jemi të varur për kaq konsum sa ne kemi, nëse kemi ngelur as 1 milion, domethënë banoj, imagjino konsumin se sa do jetë sa makina. Do të mund ta mbulonim komplet vetë po të hym kësaj ane, domethënë. Pra, ulja që bëri shteti ose që hapi pra bordin e dim edhe në pandemi, domethënë. Se Shqipëria u ndikoka nga çdo kanal, ishim 2021 ke Suezi, me aq konsum sa kemi ne u ndikuan, që s'kishte lidhje fare apo me luftën e Ukrainës, prapë u ndikuan. Ne dim që bordi edhe kur le të themi kur ulet çmimi, siç e shikonin në bursë, është publike dhe gjithë mund ta shohin. Le thoni me vetë si nuk ulet Shqipëri, pra bordi nuk bënte asnjë krahasim, pra ul jashtë çmimi u ri, le ta marrim një qenë që ne s'kemi rezerva fare. Megjithëse ne me kaq konsum sa jemi tok bosh, rezervat mund të jenë shumë të larta, por është të gjë. Pra ne kemi pas edhe raporte nga porte që thoshin ne nuk po importojmë naftë tani dhe çmimi rritet. Pra nuk ka si ta rrisi çmimin, ndërkohë që nuk po importon naftë. Le të themi ai po shet naftën që ka marrë më parë. Do të thënë këtu çmimet rriten thjesht se ndodhi luftë, u rit jashtë pa bazë fare, pa marrë pjesën tjetër pas infrastrukturës që ne mund të ishim shumë larg.